Fli tradicionale e pjekur në shporetin elektrik. E shishme, e shpejt për përgatitje, besoj se kam ju përqy receta ku ta shifni video në vazhdim. Filloj me përgatitje. Në një të madhe shtojna 2 vezë. Tek vezët shtoj një lugë gjelle me krep, 400 ml me qumsht dhe 200 ml me ujë të gazuar. Masën me një tel e rrahi mirë, kështu. Kam rrahur mirë masën, tash ja shtoj millin. Mill dikun do na duhen rreth 400 gramve. Po shtojmë një pjesë e përzi dhe në këtë mënyrë kontrollojmë trashësinë. Duhet na del pak më i holl se çulli i flisë që e përgatisim jashtë, do me thënë që pjekim me saç. Në këtë mënyrë ja përgatisim brumin krepave. Pasi kjo është në furrën elektrike, në këtë mënyrë përgatiten. Në fillim i përgatisim krepat, më pas bëjmë palosjen. E përzim që mos ngelet topa, shumë e rëndësishme. Kam përzier mirë masën, jam mundu që milli mos ngelet topa. Besoj se trashësia është mjaftueshëm. Tash do e vërejmë trashësinë kur ta kaloj në tigan. Tash filloj me fërgimin e krepave apo pallaçinkave. Morim një tigan apo stafat për pallaçinka apo një tigan në të cilin më parë kur keni fërgu nuk keni përdor asnjëherë lugë hekuri, por vetëm se fërgimin e keni bërë me lugë druri dhe e morim kështu me anë të një brushe dhe shumë pak e lijm tiganin me vaj. Nuk guxon që të lyhet shumë tigani me vaj, vetëm se pak. Dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare nxehim mirë tiganin. Tigani është nxehur mirë, atëherë kalojmë brumin. Mbushim kështu një garushte mesatare, mirë po nuk e mbushim plot dhe kalojmë brumin. Se që vëreni, brumi nuk është i trashëm, është i holl. Në këtë mënyrë do del flia shumë e mirë. Tash e fërgojmë nga njëra anë dhe më pas e kthejmë nga ana tjetër. E fërgojmë rreth 2 minuta nga kjo anë. Është fërguar nga njëra anë, tash e kthejna nga ana tjetër, kështu me një shpakull. Dhe nga ana tjetër mundohem që ta fërgoj kështu rreth 2 minutave. Kam fërguar dhe nga ana tjetër, tash e kaloj kështu në një pjatë. Është fërguar shumë mirë, ka dalë holl, mjaftueshëm. Tash përsëri e li tiganin kështu me vaj. Vetëm se shumë pak. Dhe kështu në këtë mënyrë vazhdojmë tutje me gjithë krepat. E përhapi mirë. Dhe e fërgoj nga të dy anët. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Kam fërguar gjithë krepat, kanë dalë shumë të mira, të buta, e shihni dhe vetë. Tash marr dhe përgatis masën për lyrjen e tyre. Në njëjtë shtoj 3 vezë të plota. Tek masa shtoj 200 gram me kos. Tash ja shtoj 200 gram me ujë kosi shmand apo pavllak, varet se si e njihni te vendi ku jetoni. Tash ja shtoj 400 gram me gjallë të butë, të cilën e kam coptu kështu me anë të një piruni. Më mirë është të bëni coptimin. Qofse e hedhni ashtu në një copë të madhe, kur të bëni përzierjen e masës do e keni shumë më vështirë. Shtojna 50 ml me vaj. Ja shtoj një gotë 110 ml me ujë të gazuar
dhe tash masën nën të një piruni e përzi mirë. Masës nuk ka nevojë që t'i hedhim krep. Si kam përzier masën mirë, atëherë marr një tepsi, formë rrethore në masinë e krepave. Në masinë kam pas tigonin me numër 26 dhe andaj tepsia është me numër 26 dhe në të kam vendosur një letër përpjekje dhe filloj të bëj renditjen e krepave, kështu, mbi letrën përpjekje. Patjetër duhet t'i vendosim letër përpjekje, sepse për ndryshe nuk mund të largohet. Tash në çdo rend hedhim kështu nga basa e përgatitur për lyerje. Mundohem që ta përhapi mirë. Në këtë mënyrë vazhdojmë tutje duke i renditur krepat dhe duke i lyer me masën e përgatitur. Vërtet është një flish shumë e sheshme. Ja vlen me provu. Vazhdojmë tutje në mënyrën e njëjtë. Një iftar i sheshëm, i shpejt. Kurse gjithë masën e ngelur, ja hedhi sipër, e përhapi kështu mirë. Ka ngel pak më shumë se në përrendet tjera, mirë po nuk ka problem. E bën më të butë shtresën e fundit. Dhe flia është gati për pjekje, kam nxjerr furrën në 200 gradë dhe në atë temperaturë do e pjekin për 25 rreth 30 minuta. Flijen e kam largu nga furra, tash e lojna që të ftohet dhe është gati për konsumim. Flia është ftohur pak. Tash marrim dhe me shumë kujdes e largojmë nga tepsia, e hedhim në një pjatë më të madhe apo në një dras dhe ja largojmë letrën. Dhe flia është gati për konsumim, do e prej kështu. Varet se si doni ta prej, do ta prej tamam në formën e pjekjes me saç. Pra në fillim e prej në 2 pjesë në 4 dhe në këtë mënyrë e prej në 12 pjesë të barabarta. Kam prej flijen tamam si flija tradicionale të pjekura me saç, në atë formë kam prej, mirë po dhe pamja është në atë lloj. Besoj si u ka pëlqyer, ja, u demonstroj nga afër. Ju ka pëlqyer motra të dashura mënyra se si kam përgatit për këtë iftar unë fli tradicionale të pjekur në furrën elektrike. Gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani po vazhdimisht për recetat. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.